14 vjeçari dyshohet se është dhunuar nga efektivet e komisariatit numër 1. Rasti është denoncuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit që përmes një deklarate ka sqaruar se i mituri është ndaluar më datë 12 prill pranë zonës së Kodrës së Liçenit në Tiranë, duke hedhur kapsolla. Përgjatë shoqërimit, ai sipas denoncimit të bërë dhe nga prindrit e tij është dhunuar. Denoncimi është bërë nga prindrit e tij dhe menjëherë dy përfaqësues të Komitetit të Helsinkit kanë shkuar pranë ambienteve të komisariatit numër 1 dhe e kanë kthyer rastin. Në raportin e shoqërimit të shkruar se 14 vjeçari kishte një hematom në krahun e syrit të djathtë, fakti më sipër më mohua nga punojësit e policisë. Megjithëse në raportin e përmendur më lart ishte shënuar hematoma, nuk rezultoi që i mituri të ishte vizituar nga mjeku i komisariatit, në kundërshtim me paraqikimet e kreut të 4 të procedurës standarde, trajtimi dhe sigurimi i personave të arrestuar në ambientet e policisë së shtetit, evidentimi dhe zgjidhja e kërkesave apo ankesave të tyre, specifikon Komiteti i Helsinkit duke sqaruar se janë konstatuar edhe korrigjime në oraret e shënuara në emrin e psikologës dhe oficerit të policisë gjyqësore. Po ashtu janë konstatuar edhe shkelje të tjera. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka arritur në përfundimin se i mituri është dhunuar, gjë që ka qenë evidente jo vetëm me shikimin vizual, por edhe në epikrizën mjekësore të spitalit të traumës. Veç kësaj, punojësit e policisë megjithëse kanë bërë shënimet në regjistër për hematomën, me që mohuan ushtrimin e dhunës ndaj tij, nuk e dërguan atë për vizitë mjeku. I mituri u dërgua në spital vetëm me insistimin e prindërve. Prindërit e të miturit për rastin kanë bërë dhe një kallëzim pranë AMP dhe prokurorisë.